Pse tek ne numri më të madh të divorceve kërkojnë femrat? Her pas here, po dëgjosh në rrugë, po takosh në rrugë njerëz, këto femrat e sotshme, këto femrat e sotshme ashtu dhe kështu dhe kështu dhe ashtu. Nuk durojnë këto femrat e sotshme, asgjë nuk durojnë. Nuk është e vërtetë. Femrat e sotshme janë më të mira se femrat e djeshme në mënyrë pa diskutueshme, edhe konceptualisht, edhe intelektualisht, edhe më të bukura, edhe më të mençura, pa diskutim. Por ato sot kanë një identitet preciz për veten e tyre dhe nuk pranojnë më të jenë qenie të skllavëruara. Pra duan më qenie të dorës së dytë. Pra që të mos i biem në qafë vajzave, e duan një martesë, duan një bashkëtesë shumë të mirë dhe të shëndetshme, po duan këtë bashkëpunimin, duan dhe të ndërtojnë edhe elemente të tjera në jetë, po duke pasur një partner që i kupton. Shiko, edhe një formulë. Që të mos i fajsojmë gocat kaq shumë. Të lirë së bashku, jo të shturur, një martesë të lirë së bashku, do të thënë të lësh hapësirë për njëri tjetrin, nëse ti ja blokon hapësirën partnerit për shkak të xhelozisë, ta që gratë janë çik më ashtu, çik më gatëruara te kjo çështje e dytë, apo jo? Nëse ti nuk i dhe hapësirë e mbyt tjetrin, i ndalon karrierën, suksesin, individualitetin, fillon të kesh xhelozi nga xhelozi normale që është normale për njeriu, kjo xhelozi bëhet delirante, bëhet e sëmur, bëhet obsesive, bëhet retrospektive, e keni parë një pjesë atyre kur martohen, e kam thënë gjithmonë është çuditshme. Për shembull, një nga çështjet që u godit tek martesat e sotshme është të themi relativiteti monogamisë. E megjithatë çiftet e reja pasi martohen, pastaj thonë, po mirë, kush ka qenë ai i pari joti që duhet ta diu se cili ka qenë? Domosdoshmë që është një lloj dinamiti që i vjen martesës në kushtet e sotshme, mund të kërkosh këto gjëra.